nuk ka patur rinia shqiptare një armik më tegër dhe më të pabesë se Edi Rama ndonjëherë. Në qoftë se ju analizoni këto 12 vite, çmimin më të shtrenjtë në këto 12 vite e paguan të rinjtë shqiptar, e paguan fëmijët e shqiptarëve, e paguan ata me përhapjen e drogës dhe me humbjen e jetëve të dhjetra prej tyre. E paguan ata me shkatrim në shkollës, institucioni më serioz, më i rëndësishëm pas familjes për fëmijët dhe të rinjtë. Shkolla shqiptare psoi një rrokullisje të paimagjinueshme. Ajo në këto vite të 12 vite ra psoi rënjen më të madhe në botë. Mendimi krijues i trive shqiptar në vend se të zhvillohej dhe të kalonte në nivele më të larta në shkollat tona, ra në fundin e botës për shkak të degradimit të plot të sistemit arsimor. Tarifat, taksat, varfruan familjet tuaja dhe ju paguanin universitete, tarifat ndër më të lartat në proporcion më të lartat në Europë. Në një kohë kur prindrit tuaj marrin rrogat më të ulta dhe blejnë me çmimet më të shtrenjta. Kjo bëri që nga Shqipëria, nga vitin vit, të rinjtë të largohen dhe vetëm të largohen. Shqipëria të paksohet të rrudhet, si kur noftan historinë e vetë. Edi Rama, në atë subkonsciencën e tij, e dinte se të rinjtë e urrejnë atë. Jo se të rinjtë janë të prirur nga urrejtja, absolutisht jo, përkundrazi, por të rinjtë arrogancën nuk e pranojnë. Të rinjtë nuk është në psikologjinë e tyre, në formimin e tyre, ata urrejnë çdo formë të bulizmit dhe të arrogancës. E vërteta është se ai ka frikë të madhe nga ju. Pse ka frikë nga ju? Ai e din që rinia nuk është vetëm mosh, apo vetëm fazë e jetës. Është diçka tjetër më shumë. Është një revolucion në shpërthim. Dhe këtë ai e pa veten pothuaj të shkuar pak vite më parë nga studentët. E din që 11 maj është dita e gjykimit për Edi Ramën. Është dita e verdiktit tuaj.